Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala man wala. Falëndërimi tek Allahut, paqja lavdërimi i tij qoftë me vullën e pejgamberit Muhammedin alayhis salam dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij. Jemi në kapitullin e 33, bab a'adhama ajru ad-da'wati ila Allah, pra shpërblimi i madh që ka ai i cili thret në rrugën e Zotit subhanahu wa taala. Allahu thot në Kur'anin e Kerim: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana." Pra dhe thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshill të mirë dhe fjalë të buta. Pra njeriu i cili do këshillojë në hir të Zotit subhanahu wa taala, do të zgjedhë fjalët e tij dhe t'i hedhë ato në mënyrën e dur që të ketë ndikim në zemrat e njerëzve. Në hadithin e Sahl ibn Sa'dit radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal: "Wallahi la an yahdi Allahu bihudaka rajulan wahidan khayrun laka min humurin ni'am." Pra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi sikur thot pashallah, sikur Zoti të udhëzoi nëpërmjet teje një person të vetëm, është më e mirë për ty se sa devet e kuqe. Pra devet e kuqe kanë qenë një nga ato mjetet e udhëtimit me shumë vlerë në kohën e profetit alayhi salatu wasalam, dhe për arabët e saj kohe mund t'i krahasojmë sot me makinat më të shtrenjta, me Ferrarin, siç e thonë disa. Pra ka qenë një, pra si shkoni çfarë problemi ka një person nëse bëhet shkak që dikush tjetër udhëzohet në rrugën e Zotit subhanahu wa taala. Prandaj gjithë secili prej nesh me fjalët e tij, me sjelljen e tij, me moralin e tij, me punën e tij, është davetçi në shtëpinë e tij, në rrethin ku ai jeton, familjen dhe farafisën e tij, dhe bëuni shkak që njerëzit të udhëzohen në fenë e Zotit subhanahu wa taala dhe do të kesh shpërblim të madh tek Allahu xhella xhelalu, dhe lutim Allahun azza wa jalla na bëj për atyre që udhëzojnë njerëzit në rrugën e dur, në rrugën e profetit tonë dashur Muhammedit alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.